Sa vajti ujë? Me kë jeton aty? Me gruan i doj, sa herë dhe lumi, azë lutemi. Nuk ka argjidatur, në mbroj si fshat, edhe jemi të mbytur në çdo kohë. Kur të erdhi ujë në shtëpi? Nuk ka ardhur, pas natë, në ora 12 një. Të ka hyrë brenda apo vetëm rreth e rrotull? Pak. Ato morën vetë. Nuk e dal fare sot? Jo dijen mëngjes. Ka ardhur njëri në shtëpi? E i pari. Fshati Bishan në njësinë administrative të Novoselës mbetet edhe një nga zonat më të goditura për sa i përket përmbytjeve dhe daljes nga shtrati të lumit Vjos. Aktualisht nënkalimi në fshatin Bishan është i pakalueshëm, teksa niveli ujit ka arritur në rreth 2 metra. Në dispozicion të banorëve janë edhe 2 mjetet të ushtrisë për të bërë të mundur kalimin e banorëve në të dyja krahët e rrugës. Ndërkohë në pushtetin e ujit janë edhe rreth 20 banesa në fshatin Bishan, të cilat kanë prezencë të lartë të ujit për rreth banesave, por edhe në brendësi të tyre. Kështu Bishani është fshati më i prekur nga dalja e Vjosës nga shtrati. Çarri argjinaturës ka bërë që mbi 20 familjeve të hyjë ujë në banesa, ndërkohë që me 10 hektar tokë bujqësore ndodhet nën ujë. Nënkalimi i Bishanit është i përmbytur, shka ka bërë që qarkullimi të realizohet vetëm me mjetet e ushtrisë. Banorët thonë se një situatë të tillë përmbytje nuk e kanë parë asnjëherë më parë dhe se dëmet janë të konsiderueshme. Ata kërkojnë nga pushteti të evidentojnë dëmet për dëmshpërblim, ndërkohë të tjerë persona nuk kanë pranuar të evakuohen nga banesat e tyre. Si ka qenë situata apo çfarë dëmesh ka shkuar? Po shumë dëme. Kemi të mjella, kemi dëme janë bërë. Komplet toka ja, si që shikoni kështu është me ujë. Shumë prurje, shumë i parë. Shumë prurje dhe ka akoma. Shiko ku ka vajtur. Niveli ujit. Është gati 1 metro e gjysmë, 2 metro. Sa janë, sa toka janë në Bishan? Po, gjithë që pjesa këtu, për shembull, që jam unë këtu, po edhe andej, komplet Bishanit. Kemi dëme, ne nuk na erdhën as mendim, nuk kam plakën të paralizuar që nuk lëviz, nuk mund ta lëviz, kam djalin po ashtu të paralizuar, nuk më ecën, nuk mundëm të bëjmë dot asnjë se jam përkushtuar te plaka dhe kisha hallin e plakës. Çfarë dëmtime të jashtë? Po më shprishur një frezë që kisha lënë atje, karroce çunit e invalidit, edhe një 50 pula që s'po gjej, ato po kërkoja gjë tani. Dëme tjera nuk kam pas. Në shumë shtëpi në Bishan? Po ka pasur se e ka rrethuar Bishanin. Si ishin prurjet të binakit? Ishën shumë të mëdha. Na erdhi edhe në 2005, nuk e di kur ishte, por nuk më ka ardhur kaq shumë atje dhe shtëpia. Atje imagjinoj ti nuk edhe kostumi sa mbushesh këtu. Ka vajtur diku te 1 metër e ca, që nuk lëvizim dot. Jeni banor i fshatit Bishan. Çfarë dëmesh ka shkaktuar dalja e Vjosës? Ja, gjitha këto, shikoni ja si duket ashtu. Ja, nuk e di se nga ke kaluar ti, që ke ajo deri këtu. Se këta të asaj nuk kaloj dot, se bëhor gjoja tek ajo e nuk kaloj dot. Ke ajo deri këtu. Që po i shikon. Kalimi i Bishanit është i pakalueshëm? Pakalueshëm, po kalon jo së pakalueshëm, kalon. Kaloi makinë e ushtrisë, bëri një xhiro deri këtu, sa pa njerë shu gjendjen e iku. Një makinë. Ju çfarë dëmesh ju shkaktuar? Të gjitha përmbytje tokat, me grure, me elbe, me ashtu, çka kemi bjell. Janë në ujë akoma, po bëjnë që kur u ashtu në kanal aty tek kanali Mas aty që nuk bllokojnë vetëm për një tubo. Ka ardhur njëri nga Asnjë fare. Ko, shqyr zotit i kishim të gjithë me i skrepa atje tek ura, atje për qejva atje, ve i televizionet merin në atë, ore po hapet këtea, i thoshim ne, po hapet këtea, tek panelet, jo se qa dhe kokë njëri fare, janë në rregull, kemi vënd janë vi. Kështu fshati Bishan mbetet më i prekur nga dalja e Vjosës nga shtrati në njësinë administrative Novosel.